Përshëndetje shikues të nderuar, po ndiqni një debat tjetër në emisionin Arena. Unë jam Ferikan Iljazi Arifi. Por juve sot kemi vendosur që të debatojmë në temën të cilën e inicuam në fakt pre emisionit të kaluar dhe ajo është ligji për mbrojtjen e dëshmitarëve të cilin Kati Ceaneva, prokuroria speciale, vazhdimisht e kërkon në mënyrë që të mund t'i hetoj rastet specifike, sidomos për shqiptarët siç janë Monstra dhe Sopoti. Për këtë arsye, neve sot kemi ftuar përfaqësues të familjarëve të këtyre dy rasteve, pra është Bedri Ajdari, përfaqësues i familjarëve të rastit Monstra, dhe është Shaban Limani, përfaqësues i familjarëve të rastit Sopoti. Para se të fillojmë, unë do kisha dashur të ndjekim një kronik të cilën e ka përgatitur gazetari jon Arben Zeqiri. Ai domethënë e ka bërë një varkrahasimi se sa herë ka ndryshuar qëndrimin BDI-a lidhur me përkrahjen ose jo të prokurorisë speciale dhe ligjin për të cilin po flasim. Ndjekim fillimisht kronikën. Me qëndrime diametralisht të kundërta brenda një periudhe relativisht të shkurtër kohore, kanë dalë zyrtarët e Partisë Shqiptare në pushtet Bashkimit Demokratik për Integrim lidhur me propozimet e inicuara nga Prokuroria Speciale Publike për ndryshim të ligjit për dëshmitar. Fillimisht për këtë parti ishte Prokuroria Speciale, institucioni që nuk ka të drejtë ligjore të propozojë ndryshime të tilla, pasi siç u shpreh koordinatori Talat Xhaferi, dihet se kush ka të drejtë të propozoj ligje, por pas refuzimit të dy ligjeve të djeshme mes të cilave ishte edhe ai për mbrojtjen e dëshmitarëve që do t'i hapte rrugën procesimit të Monstrës dhe Sopotit, një funksionar tjetër i BDI-s doli me qëndrim të kundërt. Tani për nënkryetarin e kuvendit, Rafis Aliti, problemi ishte LSDM-ja që sipas tyre kishte propozuar ligjet në mënyrë të njëanshme dhe se do t'i kishin mbështetur sikur të vinin nga PSP. Ky qëndrim i Alitit bie ndesh me atë të bashkëpartiakut të tij Talat Xhaferi, pasi ashtu siç tha Xhaferi kohë më parë, tani LSDM ishte subjekti që ka të drejtë ligjore të propozojë ligje. Prokuroria në asnjë mënyrë nuk mund të kërkojë ndryshime të ligjeve, sepse nuk është kompetente për këtë. Ndryshime mund të kërkojnë ata që janë kompetent. Është shprehur ditë më parë koordinatori i BDI-s Talat Xhaferi për mediat në gjuhën maqedonase. Prokuroria Speciale duhet ngrej iniciativë për propozim ligjet që duhet ne t'i votojmë. Iniciativa duhet vjen nga Prokuroria Speciale, jo nga partitë politike brenda kuvendit, dhe gjithsesi se ne ngelmi në atë qëndrim se me gjuhën argumenteve që do të ofron Prokuroria Speciale, ne do të përkrahemi propozimet e tjera. Dy ligjet e refuzuara dje kërkonin zgjatjen e mandatit të Prokurorisë Speciale dhe ndryshimin e ligjit për mbrojtjen e dëshmitarëve. Ligjet ishin inicuar nga Prokuroria Speciale Publike, ndërsa LSDM ishte vetëm propozuese e tyre në kuvend. 13 deputet nga radhat e BDI-s dhe PDSH-s nuk votuan, disa madje edhe duke qenë prezent në sallë. Nëse të njëjtit do të votonin, ligji për mbrojtjen e dëshmitarëve që nga PSP u kërkua për të hapur rastet Monstra, Sopoti dhe Neshkovski, do të kalonte me 53 vota pro. Por për shkak të mosvotimit të deputetëve shqiptar, në mesin e të cilëve ishin edhe dy liderët, Ali Ahmeti dhe Mendu Thaçi, ligji mori vetëm 42 vota pro dhe 53 kundër. Rikthehemi sërish në studio me përfaqësuesit e familjarëve të rastit Monstra dhe të rastit Sopoti. Zotri Ajdari, do filloja me juve. Çfarë dëgjuat atë çfarë patën për të thënë deputetët e BDI-s? Jeni zgënjur prej tyre ose jo? Fillimisht kemi qenë të zgënjur, po tash nuk ka asesi ndryshe të emërtohet përpos si tradhti. Nuk na kanë tradhtuar neve sepse kemi pas ndonjë marrëveshje, por e kanë tradhtu popullin shqiptar të cilin e përfaqësojnë. Përfaqësinë e kanë tradhtu. Propozim ligji që është bën nga ana e LSDM-s, apo që do të ishte bën nga ana e prokurorës speciale, nuk është arsyetim. Arsyetim se nuk kanë pas konsenzus, arsyetim se nuk i kanë pyet, arsyetim se nuk janë marrë vesh, nuk shkon kjo. Po fillojmë nga fillimi. A kanë pas konsenzus BDI-a dhe VMRO-ja
kur na kanë arrestu neve, a i ka pyet dikush fare. Këto e kanë mbështet. Me qenë se zotri Talat Xhaferi thot, si koordinatori grupit të BDI-s, askush nuk e ka të drejtën të diskutoj për fatin e shqiptarëve në Maqedoni, përpos BDI-s, atëhere del se BDI-a na ka arrestu, BDI-a na ka denu dhe BDI-a po na ma në burg duke e ditur se jemi të pafajshëm. Si ne, si Sopotasit, si rastet të tjera. Të gjithë e din se si kanë viju punët në Maqedoni, edhe me gjykatën, edhe me policin, edhe sot se si po veprohet në këtë drejtim, kur Prokuroria Speciale orvatet të bëjt demaskimin e montuesve, edhe të atyre që i kanë montu, posaçërisht shqiptarët, këto dalin me një arsyetim se neve nuk na kanë pyet, prandaj nuk e kemi votu. Po ti ishe politikan, o zotni Talat Xhaferi, politikan sikur të ishe, ligjin e propozum në ajër dhe ta kishe kap, jo ta lishe të zbret në tokë, në ajër dhe ta kishe kap dhe të ta pastroshe vetë vetën. Por jo, nuk e bane, nuk e di për sa, për çfarë, a je për pare, a je i shantazhum, a je rob, a je më i burgosur se këto të burgosurit, nuk e di përse. Pse se bane, pse se votove. Ligji i cili do ta demaskon të politikën maqedonase, politikën fashiste kundrejt shqiptarëve, ajo politik duhet të demaskohej me këtë ligj. Arsyetimi ishte se disa nuk kanë qenë fare në kuvend, po sigurisht ka dash të ketë një koordinim më parë, kur e kanë ditë se po në debatin e mbrëmshëm ai kalkulonte me numra. Po të ishte politikan, ai një natë përpara do të vinte në parlament dhe do të bunte aty për këtë rast, siç është rasti i ndihshëm. Dhe i sugjeron të tjerët që mos luajnë me ndërgjegjen e familjarëve tonë. Çfarë ndërgjegje është kjo? Po dhe brenda Ti partisë lësh njerëzit të vujnë akoma në burg? Për shkak se nuk të kanë pyet, për shkak se e ka propozuar ligjin. Ai tha se në marrëveshjen e Përzhinos kanë pas ekspert juridik për përpilimin e ligjeve. Pse nuk e ka kërkuar atje? Pse e ka më të rëndësishme ratingun e partisë sa fatin e shqiptarëve të Maqedonisë? Ai është dashur ta votojë ligjin dhe pastaj këto akuzat që po i bëhen BDI-s, ai t'u parashtronte partive të tjera. Ti shkojnë në hap Katica Janevës dhe ti marr erë në qafë duke i kërkuar llogari. Duket se edhe vetë brenda BDI-s nuk ka një qëndrim të qartë ose qëndrim përbashkët sa i përket këtyre rasteve që Po i kanë votat. Të jemi edhe kështu edhe ashtu. Nuk ka ndryshe si justifikohet kjo. Ne disa po e votojmë, disa nuk po e votojmë, që të mirët kjo si edhe jemi, edhe nuk jemi, ai ishte, ki nuk ishte. Nuk është kjo arsyetim. Nuk është arsyetim t'i lësh 6 shqiptar. Dëgjoni, nuk jemi të burgosur ne si familjar, se ne kemi bën ndonjë vepër. Propaganda dhe fillimi i arrestimit kur është bë nën motën shqiptarët e kanë bën. Nuk ka thonë e bëri Fejziu, Bedriu, Hasani, Hiseni. Shqiptarët e kanë bën. Këtu duhet të pastrohet puna mes maqedonasve dhe shqiptarëve dhe duhet të votohet ligji dhe pastaj ti kërkosh llogari edhe LSDM-s, edhe VMRO-s, edhe prokurorës speciale. Nuk e bën në të shërbej për nder, por ne ta dinë se hak na ka. Do vazhdoja shkurt edhe me zotri Limanin. Juve keni pas ndonjë takim para se të vi ligji në kuvend me zyrtarët BDI-s? A ju kanë dhënë ndonjë premtim, a keni kërkuar në fakt prej tyre që ta mbështesin këtë ligj? Ja, nuk e kemi kërku për kërkuna, që na veç kemi bën apel për mes mediumëve që ligjit përkrahet për dëshmitarët e mbrojtur, se i nevojitet zbarë edhe rasteve Mosra dhe Sopoti, edhe njerë për gjithmonë që dalet kështu proceset e montume. Momentin që e patëm, jo politikanë shqiptarë, por gjithë shqiptarët i kanë pas sytë në parlament që të votohet ligji, edhe dihet e vërteta për rastin Mosra dhe Sopoti. Për fat të keq që ajo nuk ndodhi. Tash ka marrë iniciativa qera
prapë më kthy ligjin në parlament. Shpresojmë se do të votohet, edhe zbaren një herë për gjithmonë raste të montuara. Edhe se unë jenë keq të rasti mos hala janë në përburgje, po të suportit nuk kemi në përburgje. Po sigurisht kanë vujt shumë vite në burg. Mam vite kemi vujt në përburgje. Shpresojmë se edhe këta shumë shpejt do të lirohen dhe do të dalin të pafajshëm. Familjarët e Rasit Monstra, si nëpërmjet protestave, si në mënyrat ndryshme, kanë manifestu kërkesën e tyre. Prej familjarëve tuaj, ditë më parë kishim një apel publik, datën 27 nëse nuk gaboj muajit kaluar, Samet Lutfiu kërkoi nga zyrtarët që ta përkrahin këtë ligj. Domethënë ishte tamam një apel konkret, propozoni dhe përkrahni ligjin i cili mund eventualisht të zbardë rastin e Sopotit. Të ndjekim fillimisht deklaratën e bashkëfatarit tuaj të Samet Lutfiut, kuptohet nëse regjia tashmë teknikisht është gati, dhe të shohim se sa ditë kanë kalu prej atëherë dhe pse BDI-ja nuk e ka patë arsyeshme të dëgjojë apelin tuaj. Na mas shumë të dëshirojmë që ta morrin rastin kja prokuroria speciale, që të zbardhët të rastin, mos ta pengojnë. Edhe i kishna lutë shqiptarët në parlament që morin pjesë, mos ta pengojnë për ata shoqëri për ata dëshmitarë të mshet, që në të zbardhët të rastin. E dëgjum apelin e bashkëfatarit tuaj, ishte afro 10 ditë më parë. Sa kohë i duhesh të Partisë Shqiptare në pushtet që të koordinohet, do ta votoj ose nuk do ta votoj ligjin? Kohë ka pas mjaft për koordinim, pite apeli jonë që kemi vënë, që të votohet ligji, me ama për fat keq, prap nuk do e apelin tonë, nuk e kanë dëgju. Po shpresojmë në të ardhmen shumë shpejt do të votohet. Ja lëmë kohës. Edhe pse nuk ka shumë afat se si që di me 12 parlamenti nuk do të kemi më parlament, më të tje. A do të alon në parlamentin e ria, po të shumë tash. Shumë vite jeni zvarit në përburgje, kush do ta kompenzoj këtë që e keni përjetu? Po dikush do ta kompenzojnë burgin tonë. Se të mire njerëz pa faj burgosave se ka mundësi dikush për krimet e veta ta mbulojnë, dikush do të përgjigjes pak. Me sa e di, disa prej familjarëve tuaj në momentin që policia ka ardhur t'i arrestoj personat e dyshum, kanë pas edhe fatkeqësi në familje. Nëse zgaboj Samet Lutfiut, vajza i ka pas dëmtim, më duket në vesh, nëse zgaboj prej fëmijë, edhe disa raste të tjera që s'm kujtohen për momentin, po e di që ju kanë ngel traumat e përjetshme, nëse zgaboj. Më përkujtoni kush? Po, çfarë? Është e vërtetë se çika Sametit ka met me trauma. Është shumë rregull në vesh. Është nëna e dëshmitarit Ramadan Bajrami, aja ka met me trauma. Tash që 13 vite është në dyshek, s'mon më që. Preja ditët kur ka një policia me bastis. Kemi edhe lindjes në fëmijës para kohë, të vëllezrit Klaiqi, edhe aja ka ndohë. Vetëm e sot dikush manipulon. Atë gjithë shqiptarët e kena prit që ligji do të votohet. Që keni prit me fitu me këtë leqë, si pas juve? Keni ndonjë informatë se ka të një dëshmitar që e din rastin se çka ka ndodhur? Dëshmitar kemi sa dush. Edhe na vetë personat, na kemi dëshmitar mbrojtër, po nuk uzojnë tash para opinionit me dalë, për shkak siguria. Na kemi dëshmitar. Po edhe prokurore special me siguri ka që kërkon, po na vetë i kemi dëshmitar. Për shkak sigurie nuk dalin dëshmitar. Familjarët e Rasit Monstra, me sa e di, kanë qenë në bisedë tek Atisa Janeva. Çfarë ju është thënë? A ka ndonjë material? Para se të përgjigjem në pyetjen tuaj, kisha dashur unë t'u parashtroj një pyetje, a keni ftuar përfaqësues të grupit parlamentar të BDI-s Sigurisht që në po. studio për këtë debat? Sigurisht që po. Mundohemi në çdo debat thuaj se ti trasim, po fatkeqësisht sigurisht e keni pa që kemi bërë edhe apel publik edhe në konferenca, po refuzojnë të
vinë të përballen. Mirë, do të thonë kjo është përgjigje përmes ekranit që mund të mirret si relevante. Ato po thonë se kanë vazhdimisht kontakte me familjarët. Çka ofrojnë ato? Çfarë bisedimesh kemi bërë? Çka ka? Pse s'dalin me tregu? Ku e shohin zgjidhjen? Po kthehemi te numrat. Sikur të kishin votu, kaq ishin apo aq nuk ishin. A e din zotni Talati se mu nuk më duhet vota e Ilia Dimovskit i cili e thret gjykatën dhe i thot kaq vite duhet të burgosen shqiptarët? Nuk më duhet vota ati, as nuk presaj të votojë në favorin e shqiptarëve. Nuk më duhet vota e Jankullovskës e cila gjatë arrestimit në shpalli fajtor, e cila e ka tefterin në një vend të sikletshëm apo në xhepin e majt. Për ken e ka në listën e të paguarve, në listën e të shantazhuarve. E dim ne, po mu ka desht vota e shqiptarëve, edhe unë do t'isha shumë rahat, edhe sikur mos të kalon të ligji, por ta kishin votu shqiptarët. Atëherë do të shifeshte se kush kundra kujt është. Në këtë rast, ato dëshmun se nuk janë për zbardhjen e rastit. Po ato sikur të ishin politikan. Ai që e ka bërë propozimin e këtij ligji, a janë këto të vetëdijshëm se i ka fut në kurth. Ato që nuk e kanë propozu, ato realisht janë të dishuar se e kanë veten të zanën peng dhe janë të përlyer. Pse nuk dojnë që të vije ky ligj? Po ato duhet t'i pyetni. Pse nuk don? Do me thonë, unë e sfidoj. Unë e kërkova FBI-n, e kërkoj Interpolin, e kërkoj çdo faktor ndërkombëtar që është i pavarur, në të vijë të hajtojë rastin dhe në të zbardhet. Kjo ja ofroi mundësinë prokuroria speciale, e cila gjatë rezumes që pat për 6 mujorin, tha se po të votohet një ligj ku do të kenë mundësi dëshmitarët të thonë të vërtetën dhe jo të abuzohet me dëshmitarë siç ka abuzu prokuroria, edhe gjykata, edhe policia që kanë qenë bashkë në montimin e këtyre rasteve, si të Monstrës, si të Sopotit, si të thuja të tjerëve. Ne nuk jemi organ i armatosur dhe që do t'i detyrojmë dëshmitarët të flasin në favor. Fundit unë nuk e di a do të fletaj në favor apo në disfavor. Nëse ju kujtohet, shumë kohë më parë, domethënë prej themelimit prokurorisë speciale, jo që ju kishit apel ose opinioni që të prokuroria speciale t'i marrë këto raste që janë të prekshme për shqiptarët, po edhe vetë zyrtarët e BDI-s gjelëshuam disa prej deklaratave në këtë emision debativ, ku ata kërkojnë, insistojnë që prokuroria speciale të merret me rastet për të cilat insistojnë shqiptarët. Tash që tregoi interes, pse mos t'i mundsohet të punoj? Po pikrisht atë po dosha ta them, po ta kishin votu ligjin, atëherë topi do të hidhej te prokuroria speciale dhe duhesh te Talat Xhaferi ta thret në parlament Katicën edhe t'i thot urdhno rastin e gjeje ku është Germa S, me që këto janë të parat, pastaj Monstra, edhe ashtu si kanë viju të gjitha rastet e montuara, deri te Kumanova, ne të vinë t'i kërkoj llogari. Ku është Sopoti? Mos merret me shpullat e Zhernovskit. Nëse e shohim se kush është më parsore, atëherë ai duhet ta kërkoj. Unë nuk kam fuqi, unë nuk kam legjitimitet t'i kërkoj llogari dikujt. Unë jam njeri i thjeshtë që më ka tangu rasti dhe duhet të përballem me gjithë shtetin, me të gjitha institucionet. Ndërsa Talat Xhaferi, si koordinatori i grupit, dhe që thirret se unë e kam drejtën për përfaqësimin e shqiptarëve, as kush tjetër, as Muhamet Xheqiri, as ai tjetri, as ky tjetri, as PD-SH-ja, por e ka BDI-ja. BDI-ja është dash ta votoj ligjin dhe t'i kërkoj llogari Katicës. Urdhno rasti Monstra se e përmendi, pse Katica nuk e bëri hapin që e bëri me me Verushevskin, me Lube Boshkovskin, po ti kërkoj llogari, o zotni, me procedurë të përshpejtume, tërhiqu nga rasti, thuj unë jam kompetent për rastin e Sopotit dhe menjëherë tërhiqem se nuk ka bazë për gjykim të matutjeshëm dhe nëse tërhiqet prokuroria, me automatizëm ndërpritet lënda dhe këto do të jenë përgjithmonë të lirum. Po të njëjtën punë ta kishte bë për Monstrën, por duhet të insistosh, duhet ta votosh ligjin dhe ti kërkosh llogari. Ti je nënshkruesi i marrëveshjes. Edhe ke mundësi ti kërkosh llogari. Kush jam unë ti kërkoj? Unë i kërkoj publikisht çfarë do ligji. Unë po e propozoj, me që kishin këto eksperta juridik,
dhe pas kanë mundësi, ne t'ja shtojë një presje, apo një amandament, dhe ne ta propozojnë këto ligjin, mos t'ja lanë në dorë LSDM-s, ne ta shtoje se prokuroria tha Sopoti, Monstra dhe Martin Neshkovski. Këto ne ta shtojshin edhe rastin e Radishanit, ne ta shtojshin edhe rastin e Kumanovës dhe ne ta votojshin ligjin. Po, ne ta miratojnë, ne ta implementojnë, atëherë do t'jemi në rregull. Kështu për ndryshe do të thomi se këto nuk duan dhe këto më tepër ju intereson rejtingu se sa burgimi i përjetshëm i familjarëve tonë dhe në këtë rast i gjithë shqiptarëve. Edhe familjarët e ju sigurisht kanë vuajt shumë vite burg, ende jeni në procedurë për ankimimin e vendimit? 4 vite e gjysë. Ne kemi bë ankimimin në çdo instancë. Jo që po i besojmë ne gjykatës, se edhe ai vetë nuk i beson. Po ai nuk del të propozojë një zgjidhje, si do të bëhet. Ai nuk i propozon asaj gjykatës. Me një deklarat nuk mohet rasti si prioritar apo si rasti cili duhet të zgjidhet, se paska gjykatës fashist në gjykatën. Po kush nuk e din këtë? Po çka ke ndërmarrë për të eliminuar ato gjykatës fashist që janë në gjyqësorin e Maqedonisë? Asnjë hap nuk e ke bën. Çka duhet bëjmë ne? Orvatëm t'ju tregojmë gjithë botës se dhe qëndrimi jonë ka qenë i ditur, se nëse duhet litarin, ne do t'ja vënojmë familjarëve tonë për drejtësi, po nuk nuk e kemi pranu ne në nështrimin e Maqedonasve, kur t'i nevojitet politika ditore Maqedonase, siç vetë e pranon ish ministre e punëve të mbrëmshme, se në katin e parë unë zyret i kam të pregaditura për korrin diplomatik ndërkombëtar, ndërsa në katin e ditë kam shtabin e përgjithshëm, cili shqiptar të arrestohet, cili të vritet, cili të shantazhohet, cili të diskriminohet e kështu me radhë. Sigurisht që kemi pas ministra dhe zëvendës ministra të brendshëm në fakt gjatë viteve, po nuk kemi pa që kanë parandaluar ndonjë aksion kundër shqiptarëve. Në debatin e mbrëmshëm, Zulfi Adili troqva tha. Edhe kanë biseduar, ato i din bisedat që i kanë bën në kryesin qendrore të BDI-s, kur kanë pas takime. Ja din njëri tjetrit punë. I tha se kemi pas zëvendës ministër. Zëvendës ministri dul dhe u palu gjatë ditës së arrestimit të shprehem si nuse shkau. U palu ati për t'ja majt anën vëmëros, sepse i ka thonë shife, o kështu do të bënd, për shka i shpallën ditën e arrestimit fajtor vrasës, duke e ditë se ligji nuk është kështu, nuk thot kështu, duke e shkel prezumimin, duke e shkel gjitha ligjet dhe normat ndërkombëtare, dul e tha, po këto vrasësit janë, edhe kush ishte ai gjykatës i cili do ta kundërshonte pushtetin. Dhe kodimi i rastit aksionit? Vetë kodimi, këtë e ke edhe në raportin e Komitetit të Helsinkut, vetë kodimi i emrit Monstra, ta bën me dije se këto janë të dënuar përjetësisht përgjithmonë me ditën e arrestimit. Këto kanë gjetë neve, fati apo mos fati na ka zgjedhë të jemi bartës të këtij procesi, që ka mund gjithkusht të jetë. Ato 2 familje përpara kanë ndesh të etiketojnë. Kanë shku te e para, kanë thonë jo se nuk ban ki ka biznese me Maqedonas dhe do të del puna se do të zbulohet. Kanë shku te familja e ditë për arrestim, sepse gravitojnë atje ku është bën, kinse është bën krimi, sepse ato janë sjellë, ato viktimat janë sjellë dhe janë hudhati me qëllim që të gjinden pasi kanë lajmëruar se puna është kryer, tani mund të shkoni t'i gjeni aty ku janë të vrarë. Familja e ditë nuk u përzgjodh sepse nuk i plotësonte kushtet, ishin njerëz të thjeshtë, ishin njerëz që nuk do të shiteshin para ndërkombëtarëve, erdhi puna te familjet e treta që u përzgjodhën familjet tona dhe të atyre. Te rasti Sopoti sigurisht ka kaluar një kohë e gjatë, po disa persona kanë tashmë janë të ndjerë ose një prej tyre është tashmë i ndjerë dhe nuk arritur ta shoh drejtësinë eventuale me sy.
Kemi një person tjetër I cili më veç është në moshë të shtyrë, sigurisht që nuk mund të tendet gjykatave çdo ditë, po tash ka gjasa që të rifilloj. A keni forca për edhe një gjykim tjetër? Na kemi forca për gjykim. Më kry sa më shpejt. Mira mos, bas kohë njerëz kemi Samet Limoni ndjerë. Suleman Sulemani 73 vite. Tash më kohën e ka. I plak. Po në qofë se vazhdon me kitë tevë, natyrisht se edhe koha se premton. Në qertë jemi pak ma të ri, po dekja nuk vetë. Mund më ndosë si çdo kujt. Po shpresojmë që të votohet ligji sa më shpejt edhe dilet drejtësia për rastin e Sopotit, edhe për Mostrën. Ju a dini brenda fshatit, a di se çfarë ka ndodhur, a dini se kush mund ta dije në fakt, kush mund ta dije se çfarë ka ndodhur? Si ka ndodhur vrasja atyre ushtarëve, kush e ka rregulluar gjithë atë skenar? Ato na dyshojnë te policia, drejt për drejt. Ato skenara këti ka përgatit policia. Në çfarë mënyre? Po pise u unu mina, gjatë kur kanë orë di ma shpejt mi mora ta, se kemi dëshmitar se para se më ra gjipi NATO-s ka prit gjysore për mi minën. Ka unë policia prit një gjysore I kini afat për më ra të poshtë. Kanë mas gjysore, kur ka përsi, ka ra gjipin mina. Çka ka qenë qëllimi I kësaj? Pse bash Sopoti, pse në këtë mënyrë? Po na dyshojmë shumë varianta. Varianta është e para shpërngulja e Sopotësve, se I vetmi ka tonë është me shqiptar natë. E dyta skenar është që hakmore ndaj ish ushtarëve të UÇK-s. A është arrit kjo? Pa edhe u arrit qëllimi. Shpërnguljen nuk arritën, mira mo hakmore ndaj ish ushtarëve u morë. U vranë ushtarët e NATO-s, dhe edhe kja një hakmore ndaj ish ushtarëve të NATO-s, se NATO aleati shqiptarëve. Aja ndodhi, bashkë momenti kufi me Sërbinë, ato bashkëpunim me Sërbinë. Edhe kja hakmorja e NATO-s, që edhe para ndërkombëtarë, që ju për një moni shqiptarë, ta shqiptarë për ju vrasë. Ju e keni pas një takim paracaktuar me Katica Janeva nëse s'gaboj, po nuk u realizu. 2-3 ditë, nëse s'gaboj. Me Katica Janeva në prokurorinë speciale, me sa e di keni pas një takim të paracaktuar. Ju ka thirrë? Ja, ende jo? Çfarë mendoni se mund të dëgjoni prej saj? Ju I dini një verzion që besoni që mund të jetë I vërtet I asaj ngjarje, po zyrtarisht a keni dëgjuar se a ka ndonjë dëshmitar që mund t'ia ndrojë krejt fotografinë asaj dite? Dëshmitar na shpresojmë, se unë të tregova pak më herë se na kemi dëshmitarin, pa për shkak sigurie nuk del si dëshmitar, po shpresojmë tash në orën e Katica Janeva, shpresoj se do del, do dëshmon te Katica Janeva. Desha të ndërlidhem këtu, pa mos ja marr fjalën zotriut. A ka dëshmi më të madhe se ai që thotë se kush e montoi, ne apo ata? Në mandatin tonë apo në mandatin atyre? A ka dëshmi më të madhe? A duhet më tepër? Vetëm të bëj incizimin e filmit se si ka ndodhur. Si e vendoi minën, si shpërthej mina, si e bën skenarin, prit të kaloj. A nuk ju asocion në diçka kjo të 3 rastet për shembull? Vreshat e Rashtakut, Sopoti dhe Monstra. Tek vreshat e Rashtakut, dhe thanë, për të shit Maqedonia si viktim para ndërkombëtarëve, kinse e kanë sulmu terroristët islamik të ardhur nga fundi I Pakistanit. Tek rasti I Sopotit, ra në mina gjipi I NATO-s për t'i kesu marrëdhëniet shqiptaro NATO ndërkombëtare. Tek rasti I Monstrës, u orvatën të shiten
se këto po e luftojnë radikalizmin islam, terrorizmin, dhe se këto janë ushtarë të ISIS-it, të cilët kanë luftu në Afganistan, në Pakistan, në vendet arabe, kundra forcave të NATO-s. Dhe kujt po ja shesin këto dardha? Po ja shesin Amerikanëve, të cilët e shohin bimën se si rritet prej satelitëve të tyre. Dhe duke e ditë, duke pas pasqyrën prej secilitë për secilin, duke pas dosje. Këto u orvatën dhe rastet janë të gjitha të njëjta. Mirë po, fajin e kanë të tonët. Deputetët shqiptar që nuk e votun ligjin, nuk ka këtu se si, nuk ka se si arsyetohet ndryshe, nuk ka, hiq. Boll kemi qenë të matur, boll kemi qenë duke prit se ndoshta është rast senzitiv dhe mund të shkaktoj trazira, jemi ruaj që mos të ketë probleme të më të tjeshme, por merrni bëni krahasimin e protestave dhe protestuesve. Si u dënuan shqiptarët dhe si u arrestuan. Vetë mënyra e arrestimit të protestuesve dhe si po bëhen këto. Kush shkaktoi më tepër dëm? Shqiptarë që i thënë disa xhama apo kjo sharena revolucia. Revolucioni i larëm, i cili i ka bë të gjitha objektet. Dhe unë kam marrë pjesë edhe në këtë revolucionin e larëm. Kam marrë pjesë se ato janë në të drejtë dhe po kërkojnë drejtësi. Parimi i tyre është drejtësia. Si erdhët ju? Protestat nuk po bëjnë shumë punë. Protestat nuk po bëjnë, atëherë se di, ne vetëm t'i roki marmën. Ju e dini vetë me rasin mostra sa protesta keni pas. Po protestat kush i shujti? Kujt nuk i shkojshin në favor? Dhe ti, për shembull, ti lansh në burg disa shqiptarë, disa familje shqiptare, ti ngarkosh me aq peshë të ranë, familjet, fëmijët e tyre, gratë e tyre, nanat e tyre, dhe të dalësh se më interes qenë ka dhe ma fitim prur se qenë ka mos votimi i ligjit dhe jarania me vëmëron, se sa zbardhja e këtyre rasteve dhe përgjithmonë të ndërpritet. Kur thoni i shujti protestat e monstrës, çfarë mendoni? Si i shujti? Po, ato gjitha mundësit i shfrytzuan për t'i zbeh protestat dhe për t'i ndalu. Duke ju thonë, shife, ti do të nxjerrim nga puna, ti kush të ka thonë me dalë atje, kush jeti, pse ke dalë, si që i bënin pyetjet pram, më vjen shumë kes ta thom një gjë, shumë, me të vërtet shumë, nëse do ta them nëse nuk keq kuptohem, po ti thush kryetarit të partisë si me qenë shoqata aksionare, ti thush nuk vjen ai kur ka nevojë, lideri politik, sepse është me aftësi të kufizume, por vjen kur ti thom unë, më thanë. Nuk vjen kur e shef ai të arsyeshme, siç i tha pram Talat Xhaferi, kryetarit të BDI-s, ai nuk vjen kur ka nevojë, po vjen kur ti thom unë. Kur ta shoh unë të arsyeshme, a mos është vallaj me aftësi të kufizume që t'ja përcaktojsh drejtat e atij? Kjo do të thënë që qëllimisht nuk kanë ardhur. Nëse e thoni se po unë nuk e thash unë, ai po e thot. Ne të merr ne ta shiqon debatin e mbrëmshëm dhe ne ta analizojmë se çka ka thënë. Është proces, për shembull, ligje, kanë miratu ligje pobre, ligje ne kishim edhe para 2001-shit. Sa mirë jetoni me Maqedonasit, vllaznim bashkim u kënaqëm. Po përse u bën lufta? Për të ardhur vetëm për një rrogë? Jo, zotëri, jo. Duhet t'ja vesh vijën, kufirin e kuq, ti ndërpresish telefonat e kuq në mes urdhërdhënësve të МВР-s dhe gjykatësve. Duhet t'i ndërpriten ato lidhje, duhet të thirrën gjykatësit në përgjithësi. A është i vetëdijshëm se çka ka ndodhur me rastin e Kumanovës pardje? Prokurori, të cilin ato e përkrahin dhe nuk e përkrahin këtë. Është diskutabile nëse do ta merr prokuroria speciale ose jo, meqense se ka disa biseda. Po ti nëse nuk janë ndihmon ajo as nuk ka guxim ta merr. Pse ti nuk i thu unë të rri mas, sepse është elektorati im, janë shqiptar, duhet të zbardhet rasti përgjithmonë dhe të ndërpriten skenaret. Ka pas kërkesa publike prej vetë zyrtarëve të BDI-s në konferenca si lloj apele deri te Katice Janeva që ta marr rastin e Kumanovës, po nuk ka pas. Po si ta marr? Si ta marr? Vetëm
se ke dëshirë, po jo më lip ta propozosh ligjin dhe ta shkruash edhe t'ja dorëzosh. Ta marrësh vulën arkivore edhe të thush, pastaj urno, qeko e kam kërkesën, bëje këtë punë sepse ti je produkti i këtine fatkeqësive që u kanë ndodhur shqiptarëve. Për që ata të kemi zgjedhur, duke ditur se kjo prokuroria është në ndikimin e pushtetit dhe nuk e bën punën e vet, atëherë si rezultati i asaj ka dalë prokuroria speciale. Rasti Monstra është njëri nga rastet kryesore që e soll deri te marrëveshja e Përzhinës dhe prokurorisë speciale. Duhet ta kërkosh ata. Duhet shkosh, pse nuk inicion grupi parlamentar i BDI-s një kontroll drejt për së drejti në seancën gjyqësore, sot të kishte shku, të kishte pa se si janë maltretu të burgosurit e rastit të Kumanovës. Mund të jenë ato fajtor, mund të shpallen fajtor, mund të shpallen terrorist, gjithë shka, por nuk janë kompetent policët rrugor, rrugaç ato janë, nuk janë polic, nuk janë të disciplinum, ato se përfaqësojnë popullin, pastaj kërkojnë lojalitet të Maqedonisë. Si mund të kish lojalitet kur ti gjithat këqija tua monton shqiptarëve? Si ta duam me këtë shtet? Do ngelemi këtu, do shkojmë një blok të shkurtë të reklamash, do kthehemi përsëri këtu ku ngelëm. Rikthehemi sërish në studio. Zotri Limani, a keni bisedu me avokatët tuaj? Çfarë thonë për këtë ligj i cili nuk ka lënë kuvent? Si ka mund t'ju ndihmojë juve për të bardhjen e rastit? I përmendet që ndoshta dëshmitarë që janë friksu, tash do kenë mundësi të flasin, po a besoni se edhe po të bëhet ky ligj, do të kenë mundësi të flasin, hapur ata që e kanë për qëllim flasin? Me avokat, për këtë ligj konkretisht nuk kemi bisedu rreth dëshmive që i kemi na, që i ka dorëzuar te prokurori special. Por këtë ligj me avokat nuk kemi bisedu për shkak se ne po jemi lartë. Këta janë shkup na në Sopota që për arsye kemi pas fort kontakt me avokatën. Mira mo kemi bisedu Kumanov me avokat, kështu me jurista, ai fjalët e mira janë që pritet se ma shkurt e shqip, ata thonë se një njëri që nuk e po në veprën, s'mund me dalë me dëshmu dikush. Me thonë se personalisht po foli, Shabon e ka nuk minën. Aja deklarat do të më murë me seriozisht shembull që u se thot. Ma analizu, pika, qysh, tek. Mira, ma nuk ka, s'mund me pasë si dëshmitar, veç më këndu një dëshmitar favor t'juve. Po ku tha edhe zotri Bedria më herët, tha se Amerikanë. Edhe na hiq pa dit halo bashkë mirë, dole ambasadori i NATO-s në atë kohë, Nikolas Bigmoni, tha se njerëz janë pa faj, dhe këta duhen të lirohen. Dhe ambasadori... Sigurisht nëse aje thot... Ka dishkatë. Atëherë, ju tha që keni prova, keni bisedu me avokatin, keni dorëzuar prokurorisë speciale. Prova materiale, fotografi, video, çfarë keni dërguar? Fotografi, video... I kemi dhe të komisionit anketues, të gjitha i kemi dorëzuar te prokurorisë speciale. Prisni tash t'ju thrasin për me i shqyrtu ato prova, ose si e keni lënë me avokatin? Ose ai do të merret? Me siguri prokurori special do të na thirrën. Përmes advokatit shumit tash ta. Përmes neve. Tash nuk e di ma lasna, po shpreson. Shumë shpejt do të hapet Londa. Edhe që u hap Londa, po... Po rifilloj. Po. Po sigurisht shumë vite kanë kalu edhe duhet shumë kohë të kthehet gjykimi prej fillim, pasi sigurisht e dini, ka procedura derisa të lexohet akt vendimi, dëshmitarët ndoshta përsëri do t'i dëgjojnë, nuk e di se si do rrjedh. Do shkojmë me procedurë shpejt ose... Po kjo tash si pas advokatit na që kemi na bisedu që ka dorëzu këto dokumenta, aja është një para hetimore, që i thot. Njëherë për njëherë është këtë që para hetimore dhe sa ta ngrejnë akt akuzën tash. A bje Londa ketë, apo ngrej akt akuza për njerës qërë, tash nuk e di. Më thënë ka gjasës që edhe njerës tjerë që janë përfshim në këtë rast në Sopot?
dalin? Po. Na kemi edhe deklaratën e Gjizaj Shaqirit, ishte deputet që u kanë në parlamentin e Maqedonisë, tregon sakt se kush e ka nominën sapat. Kjo është marrë si dëshmi edhe te prokuroria speciale Jo, nuk e dim, halo. Nuk e dim. Tash a marr si dëshmia nuk e merr, nuk e di, apo e thjerë Gjizairin si dëshmitar. Sigurisht mund. Nuk e di. Gjithë personat që janë përfshim sigurisht që do të thiren. Ka pas, nuk e di, fjalë, domethënë në publik, në opinion, mendimet ndryshme se kush duhet thiret, si për Sopotin, si për Monstrën, po edhe për Asin Kumanova, pasi dolën bisedat përgjuara. Ju nuk e di në rastin tuaj cilit funksionar të tjerë kanë mundur të jenë dëshmitare. Përmendit një, keni idenë se kush tjetër mund të dëshmoj për Sopotin? Kemi. Prej zyrtare? Po në të kohë prej zyrtare në Kumanov që e në konë, tash ata na s'kemi shëmi thirë, ata se vetëm janë të involvum në rast. Në të kohë që janë konë, si për polici, si për DBK-s, si për gjyqtare, ato janë në të kohë janë konë të involvum. E tash të shumë i prokurori special ndështë i merë në pyetja ata, nuk dim, tash... Sigurisht ngellet presim deri sa t'ju thirrin në takim. Fjalon kohës. Sa i përket provave, të shtoj vetëm këtu diçka. Vazhdimisht thirren në prova materiale. Vazhdimisht është manipulu me biseda telefonike, në rastin Monstrë, në Sopotin, në të gjitha rastet. Unë sa herë kam bërë kërkes që të hapen dhe të hiqet ajo masat e veçanta, të tërhiqet ajo dhe të jenë të hapura bisedat telefonike në rastin Monstra, po them sepse më tepër e di këtë rast, ndërsa kur bëhet fjalë për ato, për pushtetarët që janë të kapur në flagrancë dhe shumë qartë ndigjohet ati se si i kanë bën veprat, këto thonë këto nuk vlen. Unë thomë mirë, se nuk jam unë ai që i akuzoj këto, duhet të ketë organ tjetër akuzus, këto që i kanë montu rastet, kanë bën disa montazhe të provave materiale. Merre me men, duke ditur se çfarë institucionesh kemi në Maqedoni dhe si kanë rezultu ato, organi i cili ta bën aktakuzën, ai i bën edhe analizat. Ministria e Punëve të Brendshme, edhe ta bën aktakuzën, edhe të bën analizën. Kur vin puna për të pushtetarët, asnjë nuk don ta bëj analizën. Ato që janë kompetent, prap të Ministrisë së Punëve të Brendshme, nuk e merr përsipër asnjë ta bëj analizën, a janë falso, a janë të vërteta, a janë të realta. Këtu është abuzu vazhdimisht me provat materiale. Prandaj unë po them në të vije FBI-a, si është e mundur së pari, të ja marrish veturën Halil Demirit, dhe pastaj të thush, pas 7 ditëve është bë analiza dhe është gjetë prova materiale tek vetura e cila nuk dihet e kujt është, nuk ka prejardhje, e din МВР-ja, bile ka pas dëshmitare i cili është i etniteti tjetër, i cili thot dhe deklaron se kjo vetur ka qenë në posedimin e Alfave, njësitit Alfa të Maqedonisë, dhe prap këto heshtin, dhe prap ne jemi të ngelur fajtor, dhe thot mos luni me ndjenjat e familjarëve se ato. Atëherë ta marrim se mirë na i pas keni trasu rrugën dhe sa mirë ishim duke ndenjë. 5 vjet i ban, këto burra 13 vjet, dhe ai përgjimi që doli se shife, këto si ti bëjnë 10 vjet më nuk i numrojnë vitet e kaluara në përburgje, bile ju vjen më mirë të rrinë në përburgje se sa të kthehen në shtëpi. Deklarata e Bujar Osmanit ishte se Hakiu është më shërritur, ka dal nga shtëpia dhe nuk dëshiron të kthehet. Pas 7 ditëve vjen me thes në kokë nga policia, paraqitet në gjyq, i shëndazhuar, duke i thënë se ti do të hish, do të jap deklaratën, si të dush jepet deklaratën, po llogarite se ti duhet të dalësh jashtë dhe do të marrësh plumin në kokë apo do të gjendesh i aksidentuar në një rrugë apo në një prrua.
Dhe Sigurisht e mbani me në momentin kur ndru deklarata. Çfarë ndodhi në fund? Cila deklaratë mbeti? Në presion dha një deklarata ka qenë e dhunshme, kur e pa sepse kanë dhënë pjesëtarët e policisë, ato që kanë udhëheq hetimin, çka s'ju kanë thënë? Të ka vdek babai, të ka vdek e ama, të presin jashtë, vetëm thuj po, aq na duhet, vetëm thuj po, nëse don të lirojmë të shkosh në varrim, sepse ato kanë ndru jetë. Me hakiun, duke ja përmend emrin e bashkëshortës, emrin e djalit, emrin, ta dim gjithë familjen, të gjithë do t'i kisht likuidum, nëse nuk jep atë deklarat që ne dëshirojmë. Kjo vërtetohet në një CD, ku është majtësanca gjithësore e rastit Oreshje, ku dëshmitari i koduar me emrin Breza, thot në gjykat se nëse nuk thua ashtu siç dëshirojmë ne, dhe ta bëjmë si ati të monstrumit. A nuk është kjo një provë materiale? A nuk është një dëshmi se si janë montuar rastet? A nuk e kishin rastin këto të BDI-s ta votojnë ligjin dhe pastaj t'ju kërkojnë llogari? Edhe Katicës, edhe LSDM-s, edhe VMR-s. Këto e patën rastin, por nuk deshtën. Ne nuk kemi çka t'ju bëjmë. Ne nuk kemi si t'i detyrojmë. Si do të veprojmë tash që Pavle Trajanovi edhe një herë Po propozoi. ne ta hudhin edhe të Pavle Trajanovit propozimin, ne ta hudhin, mos ta miratojnë. Ne ta propozojnë vetë se pas kanë ekspert juridik. Vetë në ta propozojnë ligjin ashtu si u konvenon dhe si na duhet neve. Jo për anim, jo të na i mbajnë krahun, asgjë përveç drejtësisë. Unë do kisha dash të dëgjojmë edhe disa deklaratat qytetarëve që i kemi anketu. Kolegja Emine Ismaili e ka përgatitur kronikën për ato se zyrtarët e BDI-s nuk e përkrahen iniciativën e prokurores speciale. Të ndjekim edhe kronikën e kolegës. Mosvotimi i ligjit për dëshmitarët e mbrojtur të prokurorisë speciale nga deputetët shqiptar në parlament për qytetarët është një akt poshtërsie. Disa prej tyre që i anketuam thanë se asnjë veprim i deputetëve shqiptar nuk bëhet në interes të popullit që i ka votuar, por në interes të miqësisë së tyre me partitë maqedonase. Shumica thotë se ekzistojnë shumë lojra politike që opinioni shqiptar ndoshta nuk do t'i kuptojë, por është e qartë se çdo veprim i tyre është për ta ruajtur sa më shumë jetëgjatësinë e tyre në pushtet. Ajo është shumë poshtërsi për deputetët tonë. Ato duhesh me votu atë ligj. Që sa vjet janë pushtet, kur gjë s'kanë bërë për shqiptarët. Ai politike thella është, po mendoj që përgjigjen e kësaj pyetje ka kryetari i LSDM-s, Zaevi, sa i ka pas të gjitha bombat. Edhe ka mujt me publiku edhe monstrën, edhe sopotin, edhe gjitha. Pa i bani një taktik me ato, dhe tash ja u le kam të arrushës deputetve tonë, të hujve, qështu. Banorët dyshojnë se veprime të tilla do të ndodhin edhe në të ardhmen, pasi populata nuk i ka dënuar aktet kriminele dhe korruptive që dolën nga bombat e opozitës me kohë. Pa të mbrojnë kolduqët e vete. Se me qose pranën atëherë dalin më thënë të gjitha arrenat në mësimit. Në shesh. Pse janë të përzime dhe vetët. Dje shumica e deputetëve të BDI-s refuzuan të votojnë për ndryshime në ligjin për mbrojtjen e dëshmitarëve, me çka prokuroria speciale do të kishte mundësi që të zgjedhë dhe mbroj dëshmitar që do të japin informata të rëndësishme për monstrën, sopotin dhe shumë raste tjera të ndjeshme. Kjo pasi me ligjin aktual emrin e dëshmitarit të mbrojtur patjetër duhet ta dinë edhe disa krejt gjykatash, prokuror dhe policë, që për janevën është vënie në rrezik e jetës së dëshmitarëve. Dëgjuat deklaratat e qytetarëve? Ju jeni në një vime këtë që e thonë ato, ose për juve çfarë akti ishte kjo që nuk e votuan? Jo, me njëri jo, me qytetarët. Se gjithë qytetarët e kanë pritë që të votohet e ligj aty, po për fat keq nuk ndodhe ajo. Disa prej tyre thonë se ata vetë janë të përfshim, ose se nuk don të dalin në pahë e vërteta për shkak se do dalin edhe gjitha ato mosveprimet e tyre në të kaluarën, mos mbrojtja e shqiptarëve. Po, të dyshimi e maj madhë se janë përfshim disha, korupcion. Ashtu lind dilema të na, mosvotimit të ligjit.
Një poen tjetër ishte për shkak miqësisë me Partitë Maqedonase. Po. Me siguri. Kjo do ta rrezikon edhe pushtetin? Po me siguri dhe rrezikon pushtetin, se tash këta me këto veprimet nuk e intereson qytetari thjesht, po intereson veç pushteti. Kur përmendet që nuk ju intereson qytetari thjesht, momentin që ka ndodhur rasti i Sopotit, pavarësisht se cila parti ka qenë, cila garnitur shqiptare, ka ardhur dikush te ju në shtëpi për t'ju pyetur si jeni? Çfarë ndodhi? Kanë ardhur t'ua dëgjojnë hallin? Po kanë ardhur, zyrtarët kanë ardhur. Të gjithë partive kanë ardhur, edhe organizatat, edhe të ndërkombëtarët kanë ardhur, edhe ambasadorët kanë ardhur. Keni marrë ndonjë premtim? Ja, premtim. Që do zbardhet rasti? Kemi marrë, shohmi, jemi të punu, mira ma për zbardhjen e rasti, alas premtim s'kemi marrë. Jemi të punu, shohmi, përveç se deklarata e Nikolas Bigmani në atë kohë, që ka thonë, Sopoti janë pavajshëm. Sigurisht që kjo nuk ndodhi edhe me monstrën, ndoshta edhe për shkak të bujës më të madhe mediatike, atëherë nuk kishim edhe shumë media në gjuhën shqipe që sigurisht do të sensibilizonin çështjen e Sopotit, edhe për atë edhe nuk ka pas shumë reagime, po për rastin monstra, pasi edhe për shkak të protestave dhe për shkak të shumë rasteve të tjera që ndodhen një pas një sensibilizimit vazhdueshëm, kishte deklarata përkrahëse dhe zyrtarët e BDI-s thonin që janë marrë vesh me juve, ju kanë dhënë premtim se do zbardhet gjithçka. Janë të vërteta këto? Po shkojmë sipas rezultatit. Ku jemi? Ku ngelëm? Ku ishim? Çfarë bëm? Rezultatin e kemi. Ankimimi është bën në shkallën e ditë, doli shpejt, urgjentisht, e vërtetun, por akoma është rasti jo i plot fuqishëm. Unë kam informata se me 16 e ditit muj, 16 fror, 2016, Landa është në Gjykatën Supreme. Po pavarësisht se është lënda në Gjykatën Supreme, ne nuk presim asgjë të realt, edhe nga kjo. Sepse nuk po më gjykon mu drejtësia, po më gjykon dirigjimi, telefoni i kuq, që e përdorin vetëm ato. Nëse i analizojmë deklaratat e qytetarëve, përpara thoshin, nëse 2 vetë të thonë se nuk je në rregull, ti duhet të ulesh dhe të shiqosh, të analizosh vetë-vetën, çka ka mund, pse thonë këto 2 vetë që nuk janë në rregull. Tash janë të thonë 200.000 vetë, duke marrë parasysh deklaratat e qytetarëve, ka të dush, merri nëpër qytet, merri nëpër rrjetet sociale, merri analizoj deklaratat e të gjithëve se çka po thonë. Po këto si duket e kanë garantume, edhe nuk mund të kuptohet as se si ndryshe, por si detyrim ndaj partnerit. Se me çka i kanë detyru të shkojnë deri në këtë, vetëm ato e dinë, nëse kërkojnë ndihmë nga qytetarët, jemi të gatshëm të afrojnë ndihmë, t'i lirojmë ato, fillimisht t'i lirojmë deputetët, e pastaj edhe vetë-vetën. Shumë shpesh e kemi bë këtë pyetje edhe në publik, por përgjigje prej zyrtarëve të BDI-s asnjëherë nuk kemi marrë se me çfarë ju mbajnë peng që nuk arrini dot të zbardhni as monstrën, as Sopotin, as plot raste të tjera ku janë përfshirë shqiptarët, po sa vine po shumohen rastet e shqiptarëve, mendoni se do të vazhdoj kjo, ose thjesht do të ketë një kthim në këtë periudhë? Pas rastit të monstrës, të gjitha analizat dhe indikatorët thamë se për ta mjegullu këtë rast, do të bëhet një rast që është akoma më i rënd, me qëllim që të eliminohet ky rast dhe të futet në harres. Ndodhi rasti i Kumanovës. A mendoni ju se rastësisht, a jeni të mendimit siç mendoj unë, disa analistë që thonë së shpejti do të ndodhë Kumanova di? A nuk është kjo një paralajmërim? Dhe a nuk është kjo një
një arsye për të vazhdu ato që janë montues, ato që punojnë për shërbimet e huaja, për qëllimet e huaja, për qëllimet e veta Maqedonasit, duke e ditur se nuk japin llogari, as nuk ka kushtimer në pyetje, të vazhdojnë me Kumanovën 2, 3, 4, Monstrën 5, 15, e sa të donë. Varësisht, tani, ne dyshojmë se para zgjedhjeve, nëse eventualisht marrin zgjedhjet, do të ketë skenare të ndryshme, rrahje, mbyllje, shantazhime të tipit të bastisjeve të dyqaneve, të pronave shqiptare, të lokaleve, të këtyne për grumbullimin e materialeve. Me që gravitoj këtu dhe jam lindur dhe rritur në Shkup, e shoh çdo ditë sa përfitime ka Marimanga në pjesën e Bitpazarit. Përfitime të mëdha që kanë bë Marimanga më të mira se në Angli edhe në Gjermani, nga paret e shqiptarëve. Vetëm sa ta shmangish veturën 5 metre e shef se ta kanë marrë. Përse e bëjnë këtë? E din përse? Për 100 euro. 100 euro e kanë 15 minutëshin e kanë 100 euro, ju kushton shqiptarve. Të gjitha këto po bëjnë në kurriz të shqiptarve, ndërsa deputetët që e kanë mandatin, asësi nuk veprojnë. Le të bëhet monstrat e kam qef të zbardhet, ama kështu. Po jo, mërzëtri, ullu të karrikja edhe fillo ati nga Germa A. A e vogël e shtipit, A e madhe e shtipit, mos e le të kaloj të zhëja. Shkoj, kërkoj llogari prokurorës speciale edhe thuj, ti ndryshojmë pikat e rendit prioritar, për shembull. Kape Sopotin, së është pak më e vjetër, kape Monstrën, së është pak më e rëndësishme, kemi burg të 6 shqiptarve, 30 muaj majt i 7 person. Sigurisht nëse vetë se kanë lejuar të ndodhë edhe zbardhja, nuk ka pse t'ju bëjnë ndonjë dallim. Gjithmonë rastet e shqiptarëve lihen në plan të dytë. E bëm pikërisht këtë pyetje, kemi bënë eve gazetarët prokurorës speciale shumë shpesh, pse nuk po i merrni rastet që janë të përfshirë shqiptarët, sidomos Monstrën, pasi kish interes për të dyja palët realisht, edhe për palën maqedonase, edhe për as shqiptare, po thonë, gjithçka do shkoj me radh, nuk e dim në çfarë mënyre selektohen. Ju vetëm e parashtroni pyetjen, por nuk mund t'ju kërkoni llogari, ndërsa ato kanë mandatin edhe llogarit ju kërkojnë. Ju e bëni detyrën tuaj. E keni sensibilizuar rasin, e keni detektu, e keni hulumtu, e keni analizu, të gjithë mediat shqiptare. Në këtë rast, mediat kanë qenë të ndara. Shqiptarët, mediat shqiptare, e kanë kryer detyrën me nder. Mediat Maqedona, posaçërisht ato të pushtetit, dihet se çka kanë thënë. Qysh na kanë në përkamb, janë orvat të na pështërsojnë, janë orvat me lloj-lloj etiketimesh, mira ma këto janë paka shumë të mbrojtur me ligj, deputeti nuk e le të kaloj seanca gjyqësore në pikën e rendit të dytë, dhe me thënë, në një tjetër seancë që do të mblidhet për një rast tjetër, përpos llogarisë nga Katica Janeva dhe nga deputetët qoftë Maqedon, qoftë shqiptar, bosnjak, turq apo rom. Nuk e vazhdoj unë, nuk lejoj të vazhdoj seanca tjetër. Asesi, këtu do ngelemi derisa të zbardhet. Atëherë ato kur ta shohin seriozitetin, ma ndryshe do të veprojnë. Po nuk kanë qenë të interesuar, nuk janë të interesuar dhe në të ardhmen nuk besoj se do të jenë të interesuar. Do shkojmë edhe me një shkëputje të shkurtër për të rikthyer për ato se çfarë presim nëse eventualisht tani që Pavle Trajanovi e ka rikthyer ligjin në kuvent, do mundet të bëhet diçka për zbardhjen e rastit Monstra dhe Sopoti, pasi që ju jeni tashmë në studio. Rikthehemi pas pak. U rikthyem sërish në studio, zotri Limani dhe zotri
Ajdari, a besoni që do të zbardhen rasti Mostra dhe Sopoti nëse eventualisht tash që ka ardhur përsëri ligji në kuvent nëse votohet? Nëse ju ka ikë shanca radhën e parë dhe kanë gjetë vrima në ligj, atëherë i ftoj deputetat shqiptar ne ta votojnë ligjin, qoftë i Pavlës apo i Trajkos apo i Sashos, i kujt do në tjetë, se është në favorin ton dhe të familjeve tona, si të këtyre të Sopotit, si të familjeve të Mostra, po në këtë rast të gjithë shqiptarve që janë të përfshirë prej shkëputjes Maqedonisë nga ish Jugoslavia. Kështu që mos të gjejnë arsye, mos të marrin vërtetime mjekësore, se ne, kur është dashur me u dhënë mandatin atyre, njerëzit i kemi nxjerrë për votime gjysmë të vdekur. Gjysmë të vdekur i kemi voto se janë për kauzën shqiptare dhe janë për drejtat e shqiptarëve. Pra, mos ta keq përdorin, se ndoshta ato kanë bën pasuri. Ndoshta edhe guacat e tualetit i kanë të arit, por ne ta dinë se familjet e tyre janë duke ngrënë gjakun e shqiptarit. Mos të abuzojnë, ne t'i hapin sit se shqiptarët kanë edhe ligj të tyre. Kanë kanune, e kanë metodat, nuk do të ngele me kaq. Zotri Limani, ju besoni që do zbardhet Sopoti? Ne besojmë se do zbardhet Sopoti, se që 13 vite na asnjëherë nuk jena dorëzu. Edhe besoj që shumë shpejt do të votohet ligji, se kjo është e patjetërsueshme. Nuk kanë ku të shkojnë. Boll kemi hek, po shohim sa kohë do të shkojnë. Shpresojmë që t'jetë ashtu siç ju thoni, ju dëshironi. Ju falenderit shumë që ishit pjesë e emisionit Arena në televizionin Shenja. Shpresoj që kemi përsëri, ndoshta për raste më pozitive. Faleminderit edhe nga ju për interesin dhe për përkrahjen. Sigurisht sa herë që kemi mundësinë. Atër shikues nderuar, kjo ishte e tëra që kemi përgatitur për juve sonte. Me mu misafire që i kisha në studio, pra ishin Bedri Ajdari, përfaqësuesi familjarëve të rastit Mostra, dhe ishte Shaban Limani, përfaqësuesi familjarëve të rastit Sopoti. Besoj që keni arritur sa do pak të kuptoni se çfarë është problemi me të cilin ata me vite të tëra, domethënë ballafaqohen me endje në përburgje dhe sallat të gjykatave, por ende nuk arrin që të zbardhin të vërtetën e rastit të familjarëve të tyre. Na ndiqni edhe të martën në orën 22:35. Mirëmbrëmje.